1809, Lubi Balluku thot, për këtë flet ky, se ka rënë dakord me Ramen. Urdhroni. Çoje pak si për të udhëm shumë. Po, mirë. Ka rënë dakord me Ramen. E dyta, pse ja ke bërë për 3 vite? Se është çmenduri. Merru me këto, se do të më çmendesh. Sqaroj ati e ka plot, kjo është gjuha e tyre, që nuk do të hap procese të reja se nuk lejojnë financa. Në orën 18:09, Erviz Berberi, okej. Në orën 18:09, Lubi Balluku. Qa janë të supervizione që pas ke hapur ti? Në orën 18:10, Erviz Berberi. Po, janë për 3 vite. Janë të mirëmbajtjes. Në 18:10, Lubi Balluku. Kanë mirëmbajtje supervizion. I ke hapur ti. E po një do ta marrë edhe shifeni vetë. Nuk mund ta shqiptoj. Shiko çfarë gjuhë. Shikoni gjuhën. Fallumi në zyrat e qeverisë. Do ta marrë një super. Se ja ka premtuar rëja. Shiveni këtu. Ja ka premtuar Rama. Në orën 18:11, Erviz Berberi, po BB i kishte një të madhe. Unë ndava që të akomodonim sa më shumë. Lubi Balluku, s'më pëlqen fare që unë nuk di çfarë bën ti. I ndëgjoni tani, drejtori direkt me Ramën. Komunikimin. Nuk di ministria, që s'duhet di as ministria, as drejtori, as kryeministri. S'kan pse të di, duhet di ligji. Prit tani. Unë nuk di fare çfarë bën ti, në orën 18:11 Berberi. Po këtë doj, e ka fjalën për Ramën, këtë doj. Në orën 18:18 Lubi Balluku, jo këtë doj, jo. Pra, në orën 18:18 Erviz Berberi. Të vinë në mija, këto është gjuha atyre, nuk marrë vërshë çfarë është mija, po pra, këto janë vetëm maja e icebergut, e mesazheve që Edi Rama ka dërguar vetë direkt për të nda parat me kompanit. Këto janë të gjitha në unazën e madhe. Tuneli nda 97 milion. Tani vim të janë tunazës këto, të freskëta. Cilat janë zhvillimet? Zhvillimet i vazhdojnë supermafioze. Pasi prokuroria kërkoi në paraqitin parlament kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, ju e pat reagimin e menjëhershëm të Edi Ramës, si udhëheqësi i reformës drejtësi, udhëheqësi i vjedhjeve më të mëdha në historinë e Shqipërisë, latë kuptoj se ai nuk
do t'i heq imunitetin, se nuk do veprohet si rastet tjera, po tani do bëjmë një analizë të thellur për të shpëtuar menderën e tij. Tani, çfarë ka ndodhur tjetër? Gjëra që s'ka ndodhur kur. Prokuroria ka dorëzuar provat, kërkesën dhe provat. Pse ku e bazojnë kërkesën e tyre për arrestimin e Lubi Ballukut? Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antarë të komisionit të verifikimit mandateve. Kjo nuk ka ndodhur kur. Nuk ja u jep, sepse provat kanë gjëra të llahtarshme, të cilat e bën Lubin, e tregojnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Dhe ai nuk ja u jep dhe kërkon të mbledh komisionin, këshillin e mandateve, pa dorëzuar të plot dokumentat antarëve të këshillit mandateve. Ky është një akt antikushtetues, antiligjor, një përpjekje verbër për të mbrojtur me çdo çmim dyshën Rama Balluku, dyshën më hajdute që ka patur Shqipëria në historinë e saj. Kërkojnë që ta çojnë pas vit të ri, ta spostojnë madje të mos mbledhin parlamentin gjersa të duan vetë. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me Kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit. Dhe kjo është taksative, ndaj them Rams mos u fshi pas fustanit të Lubi Ballukut, po dil hajdut siç je, turpi i Shqipërisë, turpi i njeriu dhe i njerëzimit. Çfarë manovrash bëhen kështu? Prisni, kapitulli tjetër është absolutisht po kaq, në mos më shumë. Tani ai është midis dy zgjedhjeve. Do të dorëzoj lindën, Belindën apo lindën. Lindën apo Belindën. E garantoj se drejtësisht nuk do i shpëtoj njeri. Por për ta mbyllur, disa pyetje. Vetëm disa pyetje. A ke djeniti? Dhe çfarë djenish ke? Çfarë qëndrimi ke majtë ti ndaj dy pengmarrjeve nga bashkëpunëtori yt më i ngushtë, Ergy Sagasi, Geron Meçes dhe Daniel Shimes. A ke djeniti që bashkëshortja juaj, si pas regjistrimeve depozituara në SPAK, ka bërë ndërhyrje direkte në përcaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë,